Është përkujtuar 117 vjetori i luftës së mashkullores në këtë fshat në Gjirokastër, një ngjarje historike e rëndësishme për banorët e zonës dhe jo vetëm. Të pranishëm ishin krerët e lartë të instancave vendore, të cilët kanë vendosur kurora në shenjë simbolike për të nderuar heronjtë e luftës. Është një aktivitet i radhës që Bashkia Gjirokastër, prefektura, qarku, organizata e familjeve të dëshmorëve dhe komiteti veteranëve organizojnë. Ky 117 vjetori i betejës së mashkullorës është i shenjtë. Është i shenjtë sepse është një trashëgimi historike, jo vetëm që flet, por dhe buqet sot në këto kohë të vështira kur monumentet, ngjarjet historike, kalat, ato që shqiptarët hera herës i kanë përgjakur në përbeteja, kemi vendosur që jo vetëm ti përkujtojmë, por dhe ti mbrojmë. Organizata e veteranëve të Lançit të Gjirokastrës është në aktivitetin e radhës duke u përullur me nderim. Pra, 117 vjetori i betejës së mashkullorës është e shenjtë dhe e shtrenjtë për qëndresën, për besën, për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Duhet të jemi të ndërgjegjshëm për këtë luftë që ka bërë Qeshqizi, për arsye sepse vlerat e këtij populli ka qenë gjithkohën për liri. Dhe kështu që ne do ta vlerësojmë gjithnjë këtë heroizëm e këtij njeriu të lirisë. Kjo betejë ishte rrugëtimi drejt pavarësisë së Shqipërisë, sepse u ngrit ndjenja kombëtare edhe bëri atë që të shpallës dhe pavarësia. Një nderim dhe vlerësimi i veçantë për heronjtë si Çerçistopulli me çetën e tij. Betejë e mashkullores 18 mars 1908 ishte njëra nga betejat më të rëndësishme të Çerçistopullit kundër pushtimit turk. Në 18 mars kryengrisi shqiptar dhe Çerçistopulli u rrethuan nga forcat osmane. Forcat osmane kishin mbi 150 ushtarë, ndërsa kryengrisi shqiptar ishin më të shumë në numër. Megjithatë, Çerçistopulli mundi të luftonte me ushtarët dhe doli fitimtar. Grupi i kryengritës shqiptare i deri tani u përball për një ditë të tërë me sulme të pamëshirshme të forcave turke dhe mundi të çajë rrethimin. Forcat turke humbën rreth 20 ushtar, përfshirë generalin e tyre. Nga ana tjetër, kryengrisit shqiptar humbën vetëm një ushtar, Hayreddin Tremishtin, si dhe u plagos Çerçistopulli.